Bashkia e Qytetit Bregdetar ka organizuar një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të pavarësisë në Durrës më 26 nëntor 1912. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiliana Sako, prefekti Emilian Jani, kryetari i Qarkut Alfred Mulleraj, deputet, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe përfaqësues të organizatës së veteranëve. Flamurin kuqezi pranë bashkisë e ka ngritur kryebashkiakja Sako, e cila gjatë fjalës së rastit thasi të gjithë për ulen me respekt përpara të gjithë atyre patriotëve që sakrifikuan gjithçka për pavarësinë e vendit. Kjo ditë shënon një prej momenteve më të rëndësishme të identitetit tonë qytetar dhe mbetet mbi themelin e historinë e Durrësit të shekullit të 20 e mëtej. Para 113 vitesh, kryetari i Bashkisë së Durrësit, Hafiz Ali Podgorica, ngriti flamurin shqiptar në 26 nëntor të 1912. Ky akt solem përfaqëson kujtesën e vlerave më të çmuara kombëtare dhe sakrificat e panumërta që janë bërë për këtë vend. Një akt që ne e nderojmë për herë me krenari. Durrësi është një qytet që priti Ismail Qemalin dhe atetarët që shoqëronin atë. Në udhëtimin e tyre historik drejt përmbushjes së misionit të shenjtë, shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Me ngritjen e flamurit në Durrës, nisi rrugtimi i shtetit të pavarur shqiptar. Sot me mirënjohje e nderim kujtojmë figurat e shuara durrësake që kontribuan me përkushtim ndërtar. Kryetarin e parë të bashkisë, Hafiz Ali Podgorica, ata që siguruan udhëtimin e Ismail Qemalit të kryesuar nga Kasem Durrësi, përfaqësuesit e Durrësit në Kuvendin e Vlorës, Dom Nikol Kaçori, Jaja Ballhysa, Mustafa Basha, Abbas Çelkupa, si dhe patriotët Agostin Sereqi, Sotir Veveçka, Sulejman Kadiu, Stefan dhe Marie Kaçulini, e shumë të tjerë që lanë gjurmë të pashlyeshme në këtë moment historik për shtetin tonë. Gjatë fjalës së saj, kryetaria e Bashkisë e vuri theksin gjithashtu edhe në ngjarjet historike e aktuale, siç është procesi i integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Me çeljen e grup kapitujve, Shqipëria ka hedhur hapin historik drejt familjes europiane. Sot jemi më afër se kurrë antarësimit në BE, që është rruga më e sigurt dhe më e mirë për të ardhmen e vendit. Ceremoninë solemne të organizuar me rastin e kësaj date të shënuar në historinë e qytetit e përshëndeti kori i nxënësve të shkollës ju publike Mihal Ekonomi, të cilët pak ditë më parë u vlerësuan me kupën e festivalit të këngëve korale.